drejt mbylljes javës, nesër është paralajmëruar një protestë e madhe tjetër nga protestuesit organizatorët në shesh, që vazhdojnë tashmë prej mbi 40 ditësh, sepse 40 ditë u bën dje, sot është dita e 41. Ndërkohë që nesër, përveç paralajmërimit për një protestë më masive se ditët e fundit, kemi edhe koncertin e Kanye West. Për gjithçka ne do flasim me avokatin Gylsen Zhdim. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje për ftesën. Më lejoni që tani pak më soft, avokat, jeni bërë gati, keni bler biletën për në koncert? Jo, nuk kam bler bilet, edhe sikur të isha ftuar, do të shkoja në koncert. Domethënë mes koncertit dhe protestës ju zgjidhni protestën. Unë kam duar gjithmonë të protestoj kundër arrogancës. Por megjithatë, kjo nuk do të thotë që një pjesë të shkojë në koncert për ta shijuar, pjesa tjetër të protestojë. Shiko, ne jemi mësuar si popull për akt 1904-s që edhe 1 maj festohet, ku ndërkohë 1 maj është protest, revolt kundrejt shkeljeve njerëzore që bëhen nga punëdhënësi tek punëmarrësi, kurse ne për duke qenë punëmarrës gjithmonë festojmë sepse heqim nga një anë shkeljet ligjore dhe kënaqemi për një ditë apo 1 orë muzikë dhe rikthehemi tek keljet të vazhdueshme që bëhen tek të drejtat tona, si të masa, por edhe të drejtat tona të gjëra që do politikotile, prona, shëndeti i arsimit, të gjitha këto, dhe sot jemi në fakt tjetër, kur nga njëra anë kemi proteste, nga ana tjetër Partia Komuniste rishfaq veten e saj dhe thotë që ne duhet të festojmë nga një koncert, nga një këngë i cili nuk ka një origjinë shqiptare në kuptimin thuajse vjepen paratë i shtetit dhe ai person vinë në Shqipëri të këndojë edhe të bëjë një gjë të madhe. Pra jemi në situatën partia e investonte çdo gjë që duhet të ishte demonstratë ose protestë kundrejt padrejtësive që ndodhte në atë kohë dhe sot. Avokat, nesër mendoni që do ketë një organizim të tillë që do jetë si 2 herët e kaluara ku erdhi diaspora? Unë jam dhe do t'i gjithmonë realist të opinioni jonë që na ndjek vazhdimisht duke falenderuar dhe duke i thënë të vërtetë siç është. Protesta festare ishin mesazhi dhe trondit e klasës aktuale politike. Kjo protestë jetë më presarje, për mua nuk ka një vlerë. Pse ka vlerë? Sepse pikërisht për ditë qytetarët janë aty përpara kryeministrisë. Në rast se ne do të merremi me shifrat, me pjesëmarrjen, është mbushur apo jo. Unë jam i bindur që zoti Rama e di shumë mirë që pjesëmarrja, protestat e para festare ka qenë masive, por edhe ato pas atyre të parave në vijim të fundit të muajit qershor përsëri masive, por mos harroni faktin që ne jetojmë në një moment pushteti aktual ka 13 pushtet, si puna e Hungarisë, që doli televizioni publik dhe kërkoi ndjes të qytetarët që ju keni mashtruar. E kuptoj sa e rëndë është një shtet që të marrë përgjegjësinë në Bashkimin Evropian. Po, një shtet në Bashkimin Evropian. Dhe shikoni ju se si dëmohet shteti dhe mani me ndikënun ata që në shtet duhet të mbrojnë shtetin shqiptar dhe jo pushtetin e Ramës. Kjo gjë ndodhi në Hungari. Mbrojtëm Orbanin do Hungarinë, në Shqipëri Edi Ramën dhe Shqipërinë. Pra kush janë tradhtarët e protestave në kuptimin e fjalës, ata që duhet lançohen që janë tradhtarë, ata publike, ata janë tradhtarë, ata shesin interesin kombëtar. Dhe nuk duhet nga protesta që t'jetë pro administratës publike, cila është shëndëruar si organizate partisë politike, socialiste dhe partisë punës. Që edhe bëra këtë
krahasim të ju citoj për disa të herë që populli jonë ka tronditur thelbet e sistemit të vendit, të cisë në vend. Sot ata i ke në protest duke marrë zvarr Edi Ramën, nesër do t'i kesh në protest duke marrë zvarr magjistratët. Pra pas Ramës, ju thoni që protestat është vendoset përpara sistemit të drejtësisë. Sigurisht, dhe duhet se është nevojë e atyre të cilët ishin shpresa, sepse nuk janë ata një cilët kishin një qasë të spakut. Ata një pjesë prej atyre shkonin deri aty sa shikonin në zgjidhjen tek Dumani kryeministër, ju thoni do protestojnë përpara sistemit të drejtësisë. Dhe ata po protestojnë sepse po bëjnë thirrje Rama Berisha dhe po bëjnë thirrje që spaku të arrestoj Belinda Ballukun. Pra, kjo çfarë nuk kërkon? Nuk kupton që edhe ata vetë nuk janë bindur që funksionon ka sistemi në drejtësisë. Dhe në rast se flasim për thirrjen e zotit Dumani dhe të tjerë, ju keni parasysh që ishte një si puna e shqiptarëve vazhdimisht që janë rrifen nga policia dhe nuk fare policia është me ne. Kështu më duket edhe kjo them për zotin Dumani. Prandaj në çdo protest kur policia është protestuese, sepse duhet të ruaj rendin juridik. Kurse në Shqipëri policia nuk do të jetë kurrë me shtetin shqiptar, kur me protestuesit, sepse pikërisht pushtetin e Edi Ramës. Këtë gjë duhet të kuptojmë. Tjetër është pushteti i Edi Ramës, tjetër është shteti shqiptar. Policia funksionar publik ka për detyrë shtetin shqiptar dhe jo të Edi Ramës. Dhe mbajnë mend këtë gjë që ata që sonë pushtetin e Edi Ramës të parë që do të pendohen në mënyrë shumë të dhimbshëm me atë që po i bëjnë shtetit shqiptar dhe si publik kombëtar, por dhe buxhetor shqiptar. Avokat, tani protesta në çfarë faze ndodhet në gjykimin tuaj? Në një fazë që mendoj se do t'japi një mesazh tjetër në aspektin politik. Mesazhi do të jetë i asajt që ne themi të urës së komunikimit, sepse mos harroni ju me sa kam parë dhe unë është ndërtuar një grup të bëj një vend diçka që do të bëjë si një përfaqësi gjë kolegjiale o individuale, dhe në rast se kjo hecën me sukses dhe kemi nga sigurisht një rezultat të qartë pajësimi, sigurisht do të urën e komunikimit, por mos harro faktin që ura e komunikimit përmes kësaj proteste do të bëhet nga të ta ndërkombëtar, sepse ne gjithmonë kemi pasur në ADN-n ton politik dhe nga thirrjet që bëhen në protest, ju e shikoni që të huaj një mikrofon të hapur, flamë të huaj pra të Amerika, Anglisë dhe të vendet të tjera që janë pra qartë më thënë që janë ata pro Shqipërisë, por gjithsesi është muhabet tjetër kjo. Ke një rol vendimtar në ndihmën e urës së komunikimit midis palëve. Tani, më i fortë ambasadori Amerikë, ambasadori Gjerman, por e vërteta është që për shkak të gabimeve politike juride të drejtësisë aktuale dhe të politikës aktuale në vendin tonë, aty do shikoj qartës ndihmësim protestës në rast se këta që protestojnë bashkë, të cilët vazhdimisht protestojnë nëpër studio, dalin në konkluzion që çdo gabim ta materializojnë si një sukses për të frymëzuar njerëzit që të vazhdimsi protesta. Dhe nuk me numrat, se numrat nuk përbën protestën, mjafton të reagojnë dhe nga reagimi jepet mesazhi, sepse mesazhi duhet të qartë. Pra, larg Edi Ramës, unë mendoj se duhet të jetë edhe ky, por çfarë? Urrëtia e për Edi Ramën, urrëtia për Partinë Socialiste, largimi e dhe shkormoqja e mirë të Partisë Socialiste në kuptimin e përçarjes totale, fatale për një parti e cila mendoj se do të ketë një përfundim shumë të generalit të rënd, sepse mendoj është një parti ka humbur jo vetëm ideologjinë politike, por ka edhe termin ose e njohurin e demokracisë
Shqipërisë në një në Bashkimin Evropian, ku dëgjove të qytetarët, pavarësisht se janë të tuta apo jo, ti do të thotë humbur destinacionin elektoral. Dhe mendoj se partia në një kohë, besoj afat gjatë për shkak të situatave, por në një moment shumë afat shkurtër për shkak të ngjarjeve, partia socialiste do të ketë të shkërmoqur brenda llojit dhe sigurisht ketë përçarje dhe luftra të egra dhe përveç kësaj me kuptimin e viktimave fizik apo jo, po kjo mbetet për të parë se si njëri do të ahmerret ndaj tjetrit. Avokat, mund të kthehet kjo në një parti politike së shpejti apo do vazhdoj kështu? Në rast se do të kthehet si një parti politike, mendoj se do të ketë një gabim fatal. Pse? Sepse pikërisht këta janë përqendruar kundër Edi Ramës dhe Sali Berishës dhe jo kundër partive politike në mënyrë të drejtë për drejtë. Në të mënyrë indirekt mund thuash edhe kundër partive politike, por formulimi një partie politike do t'i përçante kaq se partia ka gjithmonë struktura, ka kryetar, ka leadership, ka gjithçka që të bëjë me formimin e një partie, por partia për mendimin do të konvertohet që këta janë në protestë të votojnë një parti politike aktuale ose një parti që ngrihet apo të themelohet, por në asnjë moment nuk të mund dalë brenda kësaj turme një parti politike për shkak se do të ketë përçarje dhe përplasje tek ideologjitë që kanë secili prej tyre. Avokat, po u kthye më i fort nga Turqia apo më i dobët? Edi Rama për mua ka qenë i dobët dhe do mbetet gjithmonë i dobët. Nuk ka rëndësi a ka ikur brenda apo vendit. Edhe një herë, duhet të kuptoni që është një shtet, nuk është Edi Rama. Pra, ne kemi Republikën Edi Rama e Shqipërisë. Republikën e Shqipërisë. Dhe ku qoftë jetë ai kryeministër president që përfaqëson Republikën e Shqipërisë, ka se si të vinë më i fortë apo më për shkak se është në një aleancë. Pra, Shqipëria është aleancë, është Edi në aleancën e NATO-s. Kuptuar disa gjëra të cilët vazhdimsi, trajnimi dhe seminare të vazhdueshme për dallimin midis Republikës dhe pushtetit e Edi Ramës. Edhe një herë, Samiti, NATO, Samiti Bashkimit Evropian respektojnë sovranitetin dhe Republikën e Shqipërisë. Jo se është Edi Rama, edhe njerë ta kuptojnë vazhdimisht këtë gjë. Këtë diferencë, ashtu si them servilët apo ata që janë militantë Partisë Socialiste në shtetin shqiptar, në administratën publike, në gjyqësorin e Shqipërisë. Mbrojtja e Edi Ramës bëjnë se ata do marrin atë që kanë imagjinuar kur nga vetë partia e tyre, kur do t'jetë në Shqipëri. Prandaj them që ne kuptojmë që Edi Rama nuk vjen i fortë. Shqipëria është fortë sepse është në një aleancë. Por Rama kurse si nuk mund të jetë i fortë për shkak se vika nga Turqia, për shkak të një samiti. Dhe te samiti, në rast se ju e patë shumë, të gjithë liderët e Bashkimit Evropian dhe të vendet e tjera që janë jashtë Bashkimit Evropian komunikojnë njëri me tjetrin, më tregoi video që ka folur me gjithë ato liderët të NATO-s. Me sa ka folur. Edhe takimet i ka bërë tek e tek, kush i ka vajtur edhe ka takuar. Pse nuk ishte atë dhe me Melonin. Kush e do Edi Ramën të ullet e Karrikë? Kush e të dyre pakohe? Karrikja, të le të mësosh diçka që ka të bëjë pjesën e samiteve. Samitët ka një gjë, kur futen gjithë liderët në samit, liderët shikojnë edhe fillojnë dhe të takojnë njëri tjetrin. Më kupton? Bëjnë një kine. Kjo është një, po thuaj si një ritëm tradicional, që nuk kupton ta individ shkojnë dhe takojnë tjetrin. Tani, kush e mbroi Edi Ramën që shkoi tullet Karrikja? Pyetje, do t'ja merrte dikush Karrikë ko falamur shqiptar dhe Albania u citonte aty? Ja. Do ulte dikush aty kishte Bajram brapa dhe kishte frikë mos të zëte Karrikën Bajrami? Ja. Pra, kuptuat në cilën fazë ignorimi politimi është Edi Rama të Republika e Shqipërisë? Pra ata që njohin samitet,
Për ata nuk e thotë u ul sepse ishte i lodhur. Mirë, por për ata të cilët e njohin sa më procedurën, gjithë tjerët shkojnë takojnë, rrin flasin, kishte mundësi të fliste. Me të tjerë parë kishte problem. Pra do të thotë që ai ishte pozicionuar direkt te Karina, për shkak se i është dhënë urdhër, ulu ty dhe mos lëviz. Suprem. Pra ka vajt deri aty sa mund të kenë thënë këtë që ju thatë, ulu aty dhe mos lëviz. Ulu aty dhe mos lëviz. Po Erdogani, ai thua, i bën këto. Ti me donë se Erdogan është një person i cili mund të shfaqi kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj lërë në një moment tjetër ta diskutojmë, por unë dua të them ty që ama nuk i ka mirë punë sepse ka vendosur veten e tij në qashe të jashtëzakonshme, të paimagjinueshme, kur në një moment të caktuar këtë lart kthehen për shkak diazia, dinakria ka një diferencë shumë të madhe dhe madje nuk takojnë me njëra me zjuarësi. Për ju mund të qeni zotin Rama zjuar, por unë t'ju them që i zy nuk përplaset kurse si me gabimet e tij sepse ka strategji që planet B. Një dinak dhe një drak gjithmonë daset me mashtrimi dhe me abuzimet e tij në aspektin politik që ka bërë, që ka mashtruar premtimet boshe të këtij vendi, çdo grup interes të këtij vendi dhe sot po përplaset me dinakrin të cilën e ka bërë këtu e 13 vite. Shiko, Kurbanit ishte një pushtet i nuk ishte vetëm synimin e qëndrimit, sudimit, po kishte qëndrimin e shkallët të Bashkimit Evropian. Dhe imagjinoni ju një ram tjetër ose një urban tjetër në Bashkimin Evropian që të tentojë në të ardhmen shtrimin e institucioneve ndërkombëtare. Kurse si mund të jetë Rama ai që të dëmtoj imazhin e NATO-s, kurse si nuk jetë Rama që dëmtoj imazhin e Evropian. Që Rama nuk erdhi më i fortë, erdhi më i dobët, por e rëndësishme është që Shqipëria do të jetë gjithmonë e fortë kundrejt çdo padrejtësie që ndodh mes një partie e cila abuzon. Pas ndërkombëtarëve, avokat, do të kthehemi për ta mbyllur në Shqipëri me thirrjen e protestuesve drejtuar SPAK-ut që s'ka munguar këto 40 ditë. Por mendoni që SPAK do ta dëgjojë protestën për shkuar tek qeveria, tek kryeministri? Duhet jemi parasysh diçka që kemi thënë vazhdimisht. SPAK-u rregull i qeverisë. Ju atë juve protestues ta dini 100% këtë fakt. SPAK-u është vegël e pushtetit. SPAK-u është vegël e qeverisë. SPAK-u është ndërtuar me manualin godit djathtas majtas, më godit dhe mua nga e majta që të dukem në sy të publikut që shikon edhe brenda vetes time ka goditje. Pra SPAK-u është pavarur. SPAK-u për mua është një institucion mashtrues. Ka mashtruar, vazhdon të mashtrojë qytetarët shqiptar. SPAK-u procedon persona dhe ju e mirë se si procedoi me heqjen e asaj që themin e kryerjen e personit që ishte prokurimet publike, komentuam këtu për statistikë, vetë SPAK-u ajte bëri kërkim pushim. Lind pyetja e thjeshtë. Kur ti pas ke kapur qeveri në prokurime publike duke bërë korrupsion, po si e morë këtë dhe i llove detyrën, dhe pasi bërë pezullimin e detyrës, ja pushoheshin sepse nuk gjetë elemente të figurës penale dhe në ndërimet të tjera ke gjetur elemente të figurës penale. Kush fshet pas pushimit të çështjes
kryetarit të Komisionit të Prokurimeve Publike. Sepse ti si e push një gjë kur ti ke zulluar nga detyra zyrtar, ti duhet ta hetosh, duhet ta gjykosh dhe gjykata pushon akuzën. Jo prokuroria bën kërkesë pushim. Kush e pasaj dosja që është pushuar? Prandaj populli im s'paku ju shtron sepse është vegël e partisë në pushtet, është vegël e qeverisë. E pa që ju thash. Por shihet pas këtij pushimi, sepse prokurori duhet ta dërgojë çështjen në gjykim, gjykata pushon në rast se nuk gjen. Gjykata jep pafajësi, po jo seanca e cila shqyrton kërkesën e pushimit. Kush? Dihet kush. Që të gjithë ju duhet kuptoni. Avokat, kë nuk do ta zërë shtatori dhe kë do ta zërë. Kjo është dilema. Shtatori do të na të gjithë shqiptarëve avemi. Por e vërteta është shtatori do të përvolojë deri në nëntor me 26-ës klasën politike shqiptare. Po kur flas ta i bie edhe 5 muaj të mbetur, 4-5 muaj të fundit. Kur flas zjarr, ti e me që kemi thënë Trumpi do merr Ballkanin këtë kohë që flasëm, edhe po merret. Tani ti do shikosh çfarë do bëhet Ballkani këtë periudhë. Nami, Ballkani do të jetë vendi ku lasin bombat më të mëdha kështu. Është një situata. Tani ja them se një gjë tjetër që dua të mbetet, do dali për në vit. Tani dëgjoj pak me këtë gjë edhe ruar qytetarë që na ndjekin. Nga muaji shtator deri në muajin janar 2027 do kemi situata dhe ngjarje të paimagjinueshme. Do të ndodhin situata të cilat qytetarët vazhdimisht i kanë nënvlerësuar si këto nuk ndodhin kurrë tek ne, sepse ne nuk planohen të ndodhin për shkak se ne nuk është se i kemi kaq shumë fuqi të madhe. Pra, duke ju sjellë në vëmendje protestën, ju e mend shumë mirë se si ishte artikuluar në sy të publikut që shqiptarët nuk dalin, po kush do flasi për këtë, jo shem shpinë tjetër dhe këta ju dolën jashtë kontrollit, i dolën në rrugë. Dhe në rrugë duke thënë Burg Berishamburg. Kjo është më e tmeshme këtu. S'ka gjën vetë për mesazh. Tani nga shtator në janar të 2027-s duhet të parasysh që në Shqipëri do të ketë ngjarje të cilat bën pothuajse lajmin e fundit, sikur të jenë edhe ngjarjet më të lehta politike të vendit. Por çdo ngjarje që ndodh do të ketë një gotë të rëndë për të dy subjekteve politike, Partisë dhe Partisë Demokratike, Edi Ramës dhe Sali Berisha. Këto dy subjekte politike do të përgatiten që brenda këtyre muajve materializojnë goditje dhe të shpikin strategjinë e tyre të përgjigjes. Në rast se nuk kundërpërgjigjen me strategji, dhe përgjigjen duke hapur mikrofonin pa studiuar rënat e faktit që kanë bërë ngjarjen, do të jetë fatale për ta zgjedhjet lokale. Pra, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Nga ana tjetër, duhet kujdesemi në ekonominë e vendit, për shkak se ka trazira në kuptimin e euros dhe lekut, janë përsëri goditje për ring, por edhe për stabilitetin e mikë të vendit, dhe këto ngjarje sigurisht do dëmtojnë dy parti kryesore. Dhe këto ngjarje sigurisht do të bashkëshoqërohen edhe me procedime të tjera penale dhe për rastin e famshëm që kemi thënë shumë kohë përpara, për sa i përket pastrimit të produkteve veprës penale, krimi organizuar, që te krimi organizuar do na dalin një politikan i Republikës së Shqipërisë.
e mbledhur atë politikani dashur Balla, e kanë mbledhur, kanë futur, e kanë nxjerrë në lajme, e kanë futur brenda, e kanë nxjerrë, e kanë futur Balla, e kanë nxjerrë, e kanë futur zotin Balla. Dhe në fund nuk duket kush është emri i këtij personi. Nuk dihet emri. Nuk di emri Balla, nuk dihet. Pra do të thotë që ne duhet të presim që nga krimi organizuar, nga gjithë kjo situatë të na dalë një politikan. Ne do të presim emrin e politikanit. Do të presim emrin e politikanit. Do të presim të këto brenda këtyre muajve. Se dosi edhe një herë them. Prandaj Spaku nuk është pavarur. Prandaj nuk bën punën e vet. Sepse duhet na nxjerrë nga kush i ka fshihet. Do na nxjerrë tek familja Hysa kush politikan fshihet. Me atë procedurën që jemi në pashtrojnë qytetarë shqiptar, janë 20 mashtruesa që mashtrojnë popullin shqiptar duke bërë si po procedurë, nuk bëjnë asgjë, thjesht po i bëjnë Edi Ramës për ta ndihmuar, sepse kanë pothuajse lidhje familjare me pushtetin e Edi Ramës. Prandaj jam i qartë dhe i saktë me ju kush është politikani që përfshihet në dosjen Alba. Duhet na e zgjidhë Spakun. Prandaj do të shikojmë ngjarje dhe do të themi këto gjëra ndodhin kurse si në Shqipëri, por ama do ndodh. Për shembull, pse jo një dorëheqje pa pritur të një kryetari partie? Pse jo të një dorëheqje pa pritur të një kryeministri? Pse jo të një zgjedhje të mënyrë të menjëhershme duke shpallur zgjedhjet parakoshme? Pra, ne në këtë periudhë do jemi duke pritur si ngjarje do vijojnë dhe se si aktorë do plasën, sepse tani jemi të sa që të gjithë pushtetet përplasin njëra tjetrën dhe sigurisht që kjo periudhë kohore do të jetë kur do të shfaq asjet, kur do të shfaq disa rezultate, në fund fare janari i 2027-s na jep optimin ose më mirë kohëzjarrin e pushtetit apo pushteteve nga 2027 deri në 2030 në kuptimin e sa që ne themi skemës se si partitë politike aktuale do të jenë drejt zgjedhjeve të ardhshme parlamentare apo të parakoshme, por gjithsesi ne do të dimë që kjo varet gjithmonë nga se si do të punojnë aktor politik brenda shtator në maksimum në Avokat, unë falenderoj për bisedën, Vera, siç thatë ju do jetë përvëluese dhe ne me shpresin që do flasim sërish për të parë çfarë do ndodhë. Poshta Molinën se kemi thënë, ta lidhim pak se kemi thënë se nuk është të sërisim gjërat, kemi thënë që Vera do të bëjë marrëveshje dhe këtë gjëra, mos ta këtë gjë. Po. Kjo vjen si kemi thënë në emisionet e mëparshme. Pra, të bashkëpunimit, të bashkëverisjes, të marrëveshjes, poshtë tavolinës, muaj korrik, deri në shtator, vap e madhe, temperaturë, lere mos thuaj sa gradë është. Do mbetet për të parë çfarë do ndodhë duke filluar nga nesër. Unë jam mirënjohur shumë avokat për kohën dhe mendimet që ndatë. Faleminderit të ju për ftesën.